Tani, të gjithë së bashku, ftojmë në skenë Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Zvicra është midis Alpeve të Evropës, por këtu bëka edhe ma nxehtë se në vendinjën tonë Kosovë. Të dashur bashkëdhetar, zonja e zotri, motra e vëllezër, shoqe e shok, faleminderit shumë që e keni ndarë kohën e të shtunës mbrëma dhe të na bëni bashkë këtu në syri. Dikush prej jush e ka nda kohën e pushimit, dikush studimit, e dikush edhe të punës, dhe jemi bërë bashkë të gjithë atëherë kur në ndajnë vetëm 15 ditë nga fitoria edhe ma e madhe e lëvizjes vetëvendosje me datën 28 dhjetor, kur qytetarët e Republikës dhe shqiptarët në barë me drejt votet që janë mërgat, do t'i drejtojnë kutive të votimit dhe do t'a bëjnë fitues numrin 116. Ne asë njëherë nuk e harrojmë, ne gjithë një e kujtojmë sa shumë ka dhënë Mërgata për vendlidhjen. Edhe atëherë kur ishim në okupim, edhe gjatë luftës shkrimtare, edhe për mbijetesën sociale, por edhe për zhvillimin ekonomik, demokratizimin, pavarësimin e Kosovës dhe reputacionin e saj ndërkombëtar. Ne e dim që janë rreth 100 dëshmorë të kombit, luftarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që kanë rënë në fushë betej në vitet 1998-1999 në Kosovë, dhe e dim që Agim Ramadani, komandant Katana, ka ardhur nga Zvicra në Kosovë për lirinë e Kosovës.